unë quhem Silvia për të gjithë ju që nuk më njihni dhe ju ndodheni tek kanali im i YouTube-it. Mos harroni si gjithmonë që të bëni një subscribe sepse di që i shikoni gjithmonë videot, por shumë prej jush harroj që të shtypni butonin subscribe. Atëherë jam ulur këtu sepse tani në mëngjes dua që të bëj pak rutinën e fytyrës dhe dua që t'ju tregoj disa produkte që më kanë ardhur nga Italia. Janë të produktet këtu, paketimi është vërtet shumë i bukur. Këto produktet janë nga Alketa, e cila ka krijuar kompaninë e saj Amar Lile Studio, të cilën duhet ta ndiqni patjetër në Instagram, gjithashtu edhe në YouTube. Alketa jeton në Itali dhe ka krijuar produkte natyrale me vajra esencial dhe vendosi të më tregonte një dhuratë, të cilën e falenderoj shumë nga zemra. Këtu kemi një thank you card. Më brapa kemi një shënim me dashuri për një mike si ty nga Amar Lile Studio. Unë e di se çfarë produkte që janë brenda, sepse Alketa më tregoi në momentin që përfunde paketimin, por po i hape po tregoj dhe ju. Gjëja e parë që vjen është aplikuesi i kremrave. Alketa më tha që nuk duhet asnjëherë të aplikoni produktet, pra të merrni produktet nga kutia e tyre, por gjithmonë me një aplikator. Dhe kjo është vërtet një gjë shumë e mirë që Alketa ka menduar përveç se të tregoj produktet, por edhe aplikuesin e tyre. I pari që dua t'ju tregoj është Larsi. E kemi këtu dhe ka një paketim super të bukur, është pink, i të i dukshëm. Dhe këtu kemi logon që Alketa ka vendosur. Një gjë që më ka pëlqyer tek Alketa përpara se të më niste produktet është që më ka pyetur për të gjitha problematikat që kishte fytyra ime, sepse më ka pyetur fiks javën kur fytyra ime u acaruar. Ju ta keni parë në Instagram që fytyra ime ka qenë komplet acaruar nga produktet e Paula Choice që unë përdora. Dhe Alketa përveç se më pyeti çfarë problematikash ose alergji mund të kem, më kërkoi një foto që të ishte pa make-up, pa filtra, në mënyrë që të kuptonte se ku qëndron fytyra ime. Produkti tjetër është ky scrubi, i cili e ka paketimin shumë të bukur, më pëlqen që kanë zgjedhur ngjyrën kafe të pjesa poshtë dhe ngjyrën e floririt të pjesa lart, pra kombinojnë vërtet shumë bukur me njëra tjetrën. Unë si po pres sa përdor scrubin, edhe kanë ardhur fiks në kohë sepse unë scrub për fytyrën nuk kam mbaruar. Gjithashtu edhe kremin e diellit. Nëse këto janë dy produkte për të cilat unë vërtet u gëzova shumë. Aroma vjen si çokoladë, nuk e di si kanellë. Ka vërtet një aromë shumë të mirë, por do ta përdorim bashkë pastaj kur të bëjmë rutinën e fytyrës. Produkti tjetër, kjo do të jetë hidratanti, edhe kjo ka paketimin shumë të bukur sepse ka këtë pjesën kafe si dru. Këtë do ta përdor në mëngjes edhe në darkë. Produktet e Amarlis do t'i përdor për një javë rresh, pra nuk do përdor as edhe një lloj produkti tjetër në fytyrë, përveç se këtyre të katërtave në mënyrë që të kuptoj se sa mirë do funksionojnë tek fytyra ime dhe t'ju jap gjithmonë një review të sinqert. Produkti i fundit është SPF-ja 50. Edhe paketimi është gjithashtu njësoj. Atëherë si po pres tani që t'i përdor këto produktet, des që t'i marr aromë produkteve. Kjo vjen si aroma e kremit të diellit që përdorim ditet, i se më kujtoj direkt atë aromën e kremit të diellit. Këto ishin të gjitha produktet që Amarlis kishte dërguar për mua, Alketa kishte dërguar për mua. Falenderoj vërtet edhe një herë shumë nga zemra që mendoi. Dhe për të gjitha gocat që duan të bëjnë porosi, unë do t'ju lë këtu. Nga të dyja anët do t'ju lë Instagramin edhe të Alketës për ta ndjekur në Instagram, sepse bën kontent shumë të. Gjithashtu t'ju lë edhe Instagramin në faqes Amar Lile Studio. Për gjitha porosit ju mund të kontaktoni Alketën edhe ju vinë në kohë rekord. Domethënë Alketa jeton në Itali, unë jam në Amerikë dhe porosia ka ardhur super shpejt, pra dërgon në të gjithë botën. Ne jam shumë krenare për Alketën, e cila ka krijuar linjën e saj të produkteve të fytyrës dhe mbi të gjitha natyrale dhe me vajra esenciale. Po ju marr shumë kohë tani, do shkoj direkt në tualet që t'i provoj edhe të shikojmë bashkë se sa të mira do jenë.
Okej, tani po më shikoni në makinë, nuk i tregova momenti që po besha gati, se po filmoja një reels për në Instagram, kështu që tani jam përgati dhe kam ardhur te dyqanet e thriftit sepse sot dua me patjetër të gjej dekorimet e vjeshta, se cilat do kam premtuar që te vlogu i kaluar. Atëherë jam veshur shumë thjesht sot, një këmishë të verdh, një crop të bardhë dhe pantallona të shkurtra, se këtu nuk e di pse, po ka që di është bërë vërtet shumë vap, ka vetëm 30 gradë, 28-30. Edhe mezi po pres të dal nga makina, dhe arsyeja sepse kam veshur këmishë të gjatë, është sepse nëpër dyqane këtu gjithmonë i mbajnë freskët. Kam marrë çantën time kafe nga Calvin Klein dhe jemi gati për të shkuar te thrifti dhe të gjejmë gjëra të bukura për vjeshtin. We're in trances, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty-handed. You like the fast life, you like to drive and get down and dirty, act like the bad guy. You want some love, be like when you feel like calling at midnight. You got the best of me, you got me losing sleep. I've been hopeful, baby, I was hoping maybe that you cross my path. I've been sinking lately and it's hard to move. Think I'm stuck on you. We're in transits, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty-handed. I wonder, would you love? Sa po mbarova nga thrifti, kam gjetur disa gjëra zbukuruese për shtëpinë. Nuk është se kishte shumë, më shumë kishte për vitin e ri dhe për Halloweenin. Ndërsa pjesë më të madhe të dekorimeve i kishin marrë. Kështu që mundova të gjeja disa gjëra të vogla, ndoshta nuk janë për vjesht, por mundova të merja ato që më pëlqyen. Kështu që ta tregoj sapo të shkoj në shtëpi, sepse kishte edhe shumë njerëz tek thrifti dhe nuk mundesha që të filmoja. Por jam shumë e lumtur për gjërat që kam gjetur dhe të gjitha kanë kushtuar $55. Kështu që mendoj se kam bërë blerje të zgjuara. Kështu që tani do të dezinfektoj pak duart edhe do ju tregoj se çfarë kam marrë. Në shtëpi, kështu që po t'rregoj pak se çfarë gjërash kam gjetur te thrifti. Siç e kam treguar, do ishte merja më shumë zbukurime për vjeshtën, por nuk është se kishte aq shumë, kishte zakonisht shumë pak, më shumë kishin ngelur për vitin e ri edhe për Halloweenin. Kështu që mundova të merja disa gjëra të vogla që gjeta, po nis direkt me këtë gjën e bukur këtu, e cila është një lule, normalisht që është artificiale, edhe ka këtë pjesën gri me gold këtu, e cila ka disa dëmtime në fakt në fund, por nuk duket, do ta vendos nga ana e mirë. Dhe kam marrë për ta vendosur në tualetë dhe ishte vetëm $5. Ishte një tjetër që kam treguar që ka qenë pak më e vogël, por mendova se kjo ishte më mirë. Dhe këtë në fakt dua ta vendos sipër kësaj gjë së bukur që kam gjetur. Atëherë kjo ishte vetëm $3. Okej. Le të tregoj çmimin. Okej, kjo ishte $3 dhe këtë mendova që ta vendos tek tualeti. E di që tualeti jonë është i vogël dhe nuk ka shumë hapësirë, por do mundohem ta silloj diku. Që këtë lulen ta vendos sipër kësaj. Nëse nuk e vendos sipër kësaj, pastaj do gjej një vend tjetër në shtëpi. Po tregoj gjën tjetër që kam gjetur, e cila është një vazo, e cila është katrore, ishte vetëm $4, por unë këtë mora që të vendos kapsulat e kafes. Unë kam në fakt një që vendos, por ndoshta ti vendos sheqerin dhe këtu të vendos kapsulat, por mund ta përdor edhe për lulet, nëse marr lule, edhe ta përdor si vazo. Por që realisht është shumë e rëndë dhe është qelçe shumë i fortë. Gjëja tjetër që mora është kjo pjata, e cila është shumë e bukur, është në formë ulli. Ishte $5, ishte goxha lirë në fakt, dhe duhesh ta vendos te tavolina e kuzhinës, pasi të vendos vulesën e parë, këtë ta vendos në mes edhe të vendos të gjitha frutat. Mendoj se do gjej bukur. Gjëja tjetër që kam marrë është një batanie që është shumë fluffy. Kjo duket që është batanie që nuk është përdorur sepse ka akoma etiketën, siç duket edhe këtu, pra është e papërdorur, ishte vetëm $5 dhe është vërtet shumë e bukur. Tani do ta hap sepse jam kurioze të di sa e madhe është. Shumë. Normalisht edhe kjo do lahet në 90 gradë dhe do thahet dhe pastaj do përdoret. Përçën ka goxha e madhe. Këtë e mora më shumë për ta vendosur në fund të krevatit dopjo, jo për të mbuluar, por ta vendos tek fundi i krevatit, mendoj se do ngjaj
shumë bukur. Të paktën kështu e kam krijuar unë ten, ose siç ishte mbledhur ta vendoste kjo shporta e bukur këtu që kam gjetur dhe ta lë këtu në sallon, në mënyrë që mos t'i lë bataniet nga dhoma e gjumit të shkojnë t'i marrin, por t'i kemi direkt te ky koshi. Ky koshi do doja që të ishte ngjyrë tjetër, mos ishte kjo ngjyrë ulliri, ishte kafe, por nuk ishte. Pëlqen që ka këto bukrat këtu, këto si topa. Edhe ishte mos gaboj tipu tek $5. Edhe kjo do lahet, do pastrohet edhe pastaj do vendoset këtu te salloni. Pra do t'ja gjejmë bashkë vendin. Gjëja e fundit që kam marr ishte një rrugicë. Kjo është një rrugicë shumë e madhe, mund ta shikoni se sa e bardhë që është. Edhe që nga këto rrugicat që nga pjesa e poshtme nuk rishjet. Okej, është gjigante, është gati sa një krevat tek, pra sa një batanie teke. E kjo ishte, në mos gaboj, $5. Okej, ka qenë $8 dhe këtë do ta laj. Normalisht nuk do ta laj këtu te banja ime, sepse te banja ime është shumë e vogël, por do ta laj tek shtëpia e prindërve të Orlenit jashtë. Do ta thaj tani që është edhe koha shumë e mirë. Dhe i vetmi vend ku unë këtë më ta vendos është në kuzhinë, sepse është i vetmi vend në shtëpi që është pa parket. Kështu që mendova ta vendosja poshtë tavolinës ose thjesht pjesa ku gatuan që të jetë komplet e gjitha hapësira e folluar me rrugicë. Di që tani është akoma vap për ta vendosur, por ndoshta vendos pakës më vonë. Këto ishin të gjitha gjërat që gjeta te thrifti. Kam gjetur dy gjëra që kam këtu, po si kisha parë harova. Është kjo korniza, e cila është e zezë. Kjo në fakt është për diplomim. Ka këtë pjesë këtu ku mund të vendosë certifikatat dhe të gjitha gjërat. Ishte vetëm $7, duke tu te cepi. Por unë këtë e kam marrë për të zbukuruar pjesën e sallonit. Pa duhet ta varr këtu në sallon. Duket që është e papërdorur, sepse është akoma në kartonin e vet. Dhe çmimi e ka pasur diku tek $40, sepse ka akoma etiketën e çmimit këtu mbrapa. Është shumë që të qëndroj, sepse po vazhdoj të përdor akoma të signatët e bardha, por nëse nuk qëndron, atëherë do t'i ngulim një gozhë në mur. Nuk do bëhet nami. Në fakt atje kishte edhe të tjera, ishin me $10, ishin si pesh, por nuk më pëlqyen, duke qenë se pjesën tjetër të kornizave në shtëpi kanë të zeza, doja ishte mirë atë qika të zeza. Korniza tjetër që kam marrë është kjo, e cila është me holl, ka këtë pjesën e jezuit këtu, të cilën unë do ta ndroj dhe do vendos një përvjesht. E mira e këtyre është mund të hiqen domethënë dhe të ndrohen, sepse kishte korniza që ishin kornizë, por që nuk mund t'i hapje nga pjesa mbrapa dhe të vendosi foton që t'i doje. Kështu që këto ishin të gjitha gjërat që mora te thrifti, faturën e humba, por çmimet po thash, kushtuan të tëra $54 dhe mendoj se kanë bërë vlerje të zgjuara. I vetmi problem tani është që të gjitha këto duhen larë mirë, duhen pastruar dhe pastaj duhen vendosur në funksionim. Shopping at CVS. Hello nga dita e dytë e këtij vlogut. Atëherë tani është ora 7:10, do njëllë duke ikur në punë. Edhe sot është ditë e premte njerëz, kështu që gëzuar të premte. Shpresoj shumë që të keni një fundjavë sa më të bukur dhe ta shijoni sa më shumë. Okej, se mundova të bëja një video në rrugë duke ecur, por
E para rita shumë shpejt makina dhe e dyta kisha një makinë tjetër nga mbrapa. Ishte pas me edhe nuk doj që të ndjesha në siklet, sepse gjithmonë ndjem në siklet njerëz, sepse kem gati një vit ose më shumë se një vit që po bëj YouTube. Prapë ku ka ikur ai sikleti të filmuarit kur ka njerëz. Sot njerëz na vjen iPhone-i i ri, data 19 shtator. Më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë, kështu që vendosa që të bëja edhe unë një porosi tek burga, por nuk do vi më përpara se sa 2 javë. Në fakt unë e bëra një porosi në fillim, porosita një kas, por jam pak të shtrenjta, janë $55 një kas. Unë tani do iki në punë të bashkë shifemi pas pune në 3:30. I look into your eyes, I see we're out of time. Atëherë tani sa përda nga puna dhe këtu kam një kuti shumë të bukur, të cilin do a tregoj për pak, edhe më ta kuptoni shumë mirë se çfarë është. Është iPhone-i i ri, por do ta bëjmë bashkë unboxing pas më të bëj një dush, sepse sa po kam ardhur nga puna dhe më duhet patjetër që të bëj një dush. Do t'ju tregoj vetëm 2 gjëra që marr të CVS-i, sepse tashmë e dini që floku im bëhet shumë shpejt për tu larë, kështu që vendosa të marr një shampo të thatë. Në fillim pash një që ishte roz, ishte me lule, vinte aromë të mirë, por kur kam nuhatur këtë, ishte vërtet shumë aromë e mirë. Ishte aromë e freskët, edhe më ka pëlqyer zakonisht shumë. Është dry shampoo që zgjat për 24 orë. Një aromë shumë e mirë. Unë ta përsoj pak tani tek flokët, po vendos te pjesa e rrënjës. Ma nuk më pëlqej këtë shampo të thata, por nuk dua që t'i laj shumë shpesh flokët, kështu që dosa të marr një shampo të thatë edhe të zgjasim procesin e larjes së flokëve. Mendoj se duhet ta lë diku tek sa minuta. Thjesht po bëj pak kështu. Ti jemi sa më të ti kemi flokët sa më mirë. Tregonte që duhet ta bëje pra kështu ta pulsoje të flokët. Okej, u bëra me thinja. Mendoj se duhet që ta thaj pak me tharse, se unë zakonisht kështu e kam bërë më përpara, por po e lë pak tani sa të bëj dushin edhe pastaj po e thaj me tharse. Por vjen aromë fantastike, më qenë zakonisht shumë. Dhe gjëja tjetër që mora është një maskë për fytyrën, e cila është hidratuese me aloe vera dhe acid hyaluronik, nëse tash mirë, hyaluronik. Edhe është kjo të cilën do ta mbajmë 30 minuta, por këtë do ta bëjmë në darkë kur të shtrihemi për të fjetur. I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness, give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Bëra unboxing të iPhone-it, pra krijova një reels të shkurtër për në Instagram dhe për në YouTube, gjithashtu edhe për në TikTok. Tani do t'ua tregoj dhe juve unboxing të iPhone-it 17 Pro Max. Atëherë vendosa të merra këtë ngjyrën, e cila është blu, sepse ngjyra portokalli nuk më pëlqen aq shumë, edhe pse tani sigur pendova pak, do më mirë të kisha portokallit se sa ngjyrën blu të errët. Mendoj se kam bërë një zgjedhje të mirë, duke qenë se bluja është një ngjyrë që është pak më te këto baziket në krahasim me portokallin. Për të gjithë ju që tashmë e dini që un kam iPhone-in 16 Pro Maxin dhe vendosa që të merra 17 Pro Maxin më tepër për memorien. iPhone-i që un kam aktualisht ka 512 GB dhe është full, nuk ka hapësirë as të bëj update-in e software-it, ndërsa këtë e ka marr 1 TB. Disa nga arsye sepse vendosa ta merr iPhone-in e ri është sepse ti thjesht e mban telefonin pra portrait edhe klikon një buton edhe telefoni kthehet vet landscape. Pra nuk ka nevojë ta mbash kështu, nëse unë dua të xhiroj për YouTube, por thjesht mund ta mbaj kështu dhe kamera kthehet vet landscape. Një tjetër të re që ka iPhone-i është që ka zoomin më të madh që ka pasur ndonjëherë në historinë e iPhone-it. iPhone 16 Pro Max ka 5x-in, pra zmadhon 5 herë, ndërsa iPhone-i i ri e zmadhon 8 herë. Shpresoj vetëm që zmadhimi që do bëj pra të jetë i qartë, mos të jetë thjesht i afron gjëra dhe të jetë si bluri. Të gjitha review-t dhe gjërat e tjera do ta shikojmë bashkë gjatë kohës, sepse unë jam tashmë njësoj si juve, pra është hera parë që e shoh dhe do ta shikojmë gjatë përdorimit. Dhe unë mendosa që të bëj trade iPhone-in e vjetër, ta bëj trade për $700. Kaq më ka vlerësuar Apple-i $700, edhe pse unë këtë telefonin e kam bler vjet në tetor dhe e kam bler diku tek $1.300 ose $400, mos gaboj, ndërsa ky si vlerë ishte $1.700. Unë do Leni kishim vendosur që mos t'i ndroni më telefonat, pra kaluam nga 13 Pro Maxi që kishim në fillim tek 16 Pro Maxi dhe menduam që t'i ndronim, do të thënë pas 3 ose 4 versioneve të ri të iPhone-it, por nuk e di pse nuk më la mola, nuk më la i krimpi nga brenda që doja ta merja dhe isha vërtet shumë emocionuar që doli, thjesht doja të kishte pak më shumë ngjyra, mos ishte kjo bluja e errët, duke qenë se tek këtë që kam tani e kam një të zezë, pra të zezë të errët. Do doja diçka pak më të hapur, ndoshta një ngjyrë floriri ose një bezh të bukur, por është okay. Okej, këtu nuk ka pjesën e karikusit sepse unë e kam hapur tashmë. Edhe këtë e kam hapur sepse e bëra unbox për Reelsin.
edhe është kaq shumë i bukur. Mendoj se më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Si bandësi është njësoj me 16 Pro Max që unë kam. Ndërsa si pesh mendoj se janë pothuajse njësoj, më duket ky pak më i lehtë se sa ky tjetri. Kështu që tani do bëj transferimin e të dhënave, por fillimisht duhet të karikoj telefonin ose ndoshta e bëj në darkë, nuk e bëj tani. Sepse më duhet që të dalë të marrë një xham mbrojtës për telefon. Ndërsa për kas kam porositur një në Amazon, do më vi nesër në mëngjes sepse kam Amazon Prime-in që vjen të nesërme, kështu që me si po pres, në fakt kasa që kam porositur doja të porosisja një portokalli. Okej, po a tregoj duke qenë se do vi nesër në mëngjes dhe ju do ta shikoni. Doja të porosisja në ngjyrë portokalli, pastaj mendova telefoni është i errët edhe ajo pjesën këtu e ka të dukshme pra kasa dhe mendoja se nuk do dukej bukur portokallia me blu nerv. Kështu që zgjodha të merrja një pak si në ngjyrë bezh, pra është si në kafe. Okej, nuk është shumë kafe, si bezh e errët, por mendoj se do jetë shumë e bukur. Okej, është kjo kasa, kushtoi vetëm $18 me gjithë taksën dhe të gjitha, por si fillim doja të merrja këtë. Nuk e di, më thoni ju nëse kam gabuar që s'kam marrë këtë portokallin apo jo. Kishte edhe ngjyra të tjera, roz, lila, por nuk është se më pëlqyen të jem e sinqert. Kishte edhe të zezë edhe blu të errët, por mendoj se kjo bezha do jetë pak më bukur për të krijuar edhe pak content sa më të bukur. Gjithashtu këtu kam edhe një kuti. Okej, se nga ana tjetër është etiketa që do e kthejmë kuti. Se e kthejmë nga ana etiketës do vazhdoj apo flisja. Unë që kam vërtet tjetër ku kam dorëzuar 13 Pro Max, pra ka funksionuar në të njëjtën mënyrë. Më shikoni mua me këmish të gjatë, por realisht po plas, tu kam dorëzuar kondicionerin. Duke se rrill se ndohesh ta bëj ASMR, atëherë kam fikur të gjitha, më do lëni më rani thash shkoni te dhoma, edhe mos bëni fare po fare zhurmë. Sa po dolëm, po shkoj te targeti që të marrim xhamin mbrojtës për telefonin. Harrova të thosha gjën më kryesore të ditës që ka ndodhur sot, e cila nuk ishte iPhone-i i ri, por ishte 1000 subscribers në YouTube. Dua të falenderoj të gjitha gocat për këto 1000 subscribers. Për mua 1000 subscribers nuk është thjesht 1000 subscribers, pa thjesht si numër, por janë 1000 persona të cilët më shikojnë dhe më ndjekin gjithmonë videot e mia në YouTube dhe gjithashtu më komentojnë gjithmonë pozitivisht. Gjithashtu dua të falenderoj Dorën dhe Paulën, të cilat ishin gocat që më shtyn më shumë për të hapur kanalin e YouTube-it. Unë në fillim kisha shumë qejf që të hapja një kanal në YouTube, por gjithmonë stepesha sepse nuk e dija se si do dukesha para kamerës, nuk e dija se çfarë njerëzit do mendonin dhe kisha atë sikletin që të shfaqesha para shumë personave dhe të tregoja gjërat e mia personale, sepse ne në vlog të tregojmë pra jetën tonë të përditshme. Dua shumë të falenderoj dhe gocat të cilat më kanë ndjekur që nga fillimi, që nga momenti që unë kisha 1 subscribers dhe deri tani që jemi bërë 1000. Ky falënderim shkon për të gjitha ju gocat, një nga një. Ma keni zbukuruar shumë ditën sot. E di që kjo 1000 subscribers për ne youtuberat është shumë e rëndësishme sepse ne mund të monetizojmë kanalin tonë të YouTube-it. Prandaj duhet patjetër që të arrijmë këto 1000 subscribers. Tani që kam arritur 1000 subscribers, ndihem më e motivuar për të bërë video akoma dhe më të bukura dhe shumë goca më kishin shkruar që Silvia mezi po presin që të bësh vlogmas. Atëherë do ta marr përsipër pjesën e vlogmasit, po shpresoj që të arrit ta çoj deri në fund, pra ti bëj ato videot çdo ditë siç kërkon pra vlogmasi, edhe të mundohem që të sjell video sa më të bukura për juve. Kështu që ju dërgoj një, unë tani një dorë kam te kamera, po ju dërgoj një zemër, një gjysmë zemër të vogël të gjitha juve gocave që më shikoni videot, dhe për gjitha mesazhet e bukura që më keni shkruar në Instagram, sepse ishit ju të parë që më kujtuat Silvia, hello, urime për 1000 subscribers. Dhe ju dërgoj shumë puthje dhe shumë përqafime. Tani le të vazhdojmë me videon. Had more of your smile. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. You fill my head with roses. I can't help but dream away, standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name on
disa ekrane të vegjël që ti mund të bësh sër gjëra që do dhe unë doja të merrja chia seeds, por nuk ka, kjo është arsyeja sepse nuk po I gjeja. Nga Targeti dhe vajti goxha vonë, hërsua jashtë, ikëm me ditë edhe po dalim me natë. Okej, morëm gjitha gjërat që na duheshin edhe tani do ikim në shtëpi. I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Në përretëm nga Targeti, kështu që po I bëj një supermarket haul, se çfarë morëm të Targeti shpejt. Po I marrë sipas radhës se të më dalin. Kemi marrë këto Oreot, të cilat do t'i bëjmë vetë, është thjesht miksi brenda, por ne do t'i shtojmë gjalpin edhe ujin, edhe do t'i përgatisim bashkë. Besoj se këto do t'i bëjmë sot në darkë. Oleni ishte fiksuar sot që donte buding, kështu që kemi marrë një me vanilje dhe një tjetër që kemi marrë me çokoladë. Ktu kemi Pepsi, 3 Pepsi, e di që s'duhet I marrim, por tani në verë, në fakt tani jemi në sezonin e vjeshës, po është akoma vap, kështu që na pijen gjëra me gaz dhe të ftohta. Një tjetër me vanilje. Kemi marrë Twix edhe një Bueno, gjëra të pashëndetshme. Kam marrë këto kapsulat për kafe nga Starbucksi, të cilat janë me karamel, dhe vura re që tek Targeti në krahasim me Giant që ne shkojmë gjithmonë, kishte më shumë lloje kafesh të ndryshme se sa ka tek Giant. Pra Giant ka vetëm 2 lloje dhe tani e tutje do shkojmë për Targeti dhe kishte vërtet gjëra shumë të mira. Kemi Ara, sepse Oleni do që t'i bëjmë me mjalt edhe me paracia, më duket, por paracia nuk gjetur, kështu që kjo është një krimer për kafe, është me pumpkin spice, edhe është hera e parë që unë do ta provoj. Kjo firma në Amerikë Chobani, unë Chobani do ja them, sepse mendoj se kështu thuhet, është shumë e njohur në Amerikë dhe është vërtet shumë e mirë. Ne kemi një krimer tjetër në frigorifer, por nuk mund t'i rezistoj dhe thash pse jo ta provojmë së bashku kur të bëjmë kafen. Ora tani është 8:20, por unë orën 8 do ta bëj patjetër një kafe, sepse nesër jemi pushim, kështu që të po ndonjë zgjuar nuk është një problem I madh. Këtu kemi prap një buding me çokoladë. Kemi marrë një çumësht që do ta bëjmë kos, sepse dini tashmë që unë kosin e bëj vetë. Marrë boronica, Oleni u fiksua sot në boronicat. Marrë një nga këto Gatorade, këto janë shumë të mira, edhe një Red Bull. Një kemi hapur dhe po e pim tani, disa të tjetrin do ta lëm ndoshta për nesër. Këto janë gjërat e fundit që do t'i tregoj. Mora të merr qershi për të vendosur kokat e karikusit, më duk shumë cute, dhe ishte vetëm $2, kështu që thash okay, po e marr. Nuk është se më duhej, por e pash edhe thash okay, po e marr. Tu kemi xhamin mbrojtës për iPhone 17 Pro Max, e morëm $25, por kishte edhe më të shtrenjtë 45-70. Kjo është shumë e mirë, është një aromatizdues për pjesën tuaj të salloni, pra për mbulesat e divanit ose për shumë të krevati tek jorgani, dhe vinte një aromë fantastike, se është drita pak shumë e bardhë, edhe është me bergamot. Unë kisha tërkohës të Target që po vija për dall, isha duke nuhatur. Se më fi kamerat e gjëja e fundit që doja t'i tregoja dhe ishin këta qirin që mora te Targeti. Do doja t'i gjeja te TJ Maxxi që të kishin pak dekorin e vjeshtës, por kur nuhata këto te Targeti më pëlqejnë zakonisht shumë, janë 2, janë set, edhe ta hapim bashkë të shikojmë se si janë. Tjetër, kanë të pjesën e drurit në mes, e cila pëlqeu shumë, por mua më është prishur ajo çakmaku që është I gjatë që ndes, kështu që më duhet të ndes me çakmakun e vogël. Kjo është me kokonut edhe me hani, është vërtet shumë e mirë. Një do ta vendos këtu tek pjesa e sallonit dhe një do ta vendos tek dhoma e gjumit ose në tualet. Kjo shumë që ishte me vanilje dhe bergamot, është njëta me këto. Do ta gjej se çfarë është bergamot, do ta le ti kuptoj se nuk e kam idën fare se çfarë është bergamot, ndoshta është ndonjë lule. Apo skotani, po vërtet vjen aromë shumë e mirë. Këto është të gjitha gjërat që morëm te Targeti, kushtuan diku tek $120-130. Those brown eyes, it took my heart by surprise. Could this be real? Because I dreamt you, a chapter that I turned. Too good to be true was the way you made me feel. I needed you. I
kafe, provova atë creamerin që ishte pumpkin spice, që do të provoj mbar se si do jetë, që herën e parë që po e provoj ta bëj në shtëpi. Gjithashtu kafja ishte ajo që marrë me karamelin nga Starbucksi. Si që keqe, mirë që kanë. Që ka fiksi kafe të Starbucksit, shumë e mirë. Dhe thosha ndihet pumpkin edhe pak si spice, po normalisht do jetë ashtu sepse ashtu është creameri, por është vërtet shumë e mirë. Dhe ke karameli jep një shije komplet ndryshe. Edhe pse unë thashë nuk do pija më, te vite e kaluar kafe pas orës 8, por tani është ora 10 e darkës, kështu që mua më duhet patjetër një kafe sepse nuk kam mbaruar akoma gjysmën e punëve. Kam 2 lavatriçe të cilat do mbarojnë nga ora 10:30 së thari, 2 lavatriçet e fundit, sepse 2 i mora dhe gjithë duhet të fshi, më duhet të laj. Më duhet të valos rroba që do marr, më duhet të vendos rrobat në përvante, por mendoj që të shtroj tapetin që lava këtu në kuzhinë. Every speck of weather is impeccable when you are near, and that's the truth, my dear. You're looking pretty fantastic. Years pass by with our goals intact. In tandem we're dancing till the nighttime lapse. We're in the daytime stranded. Your self-esteem tastes candid, but damn, it's hard to make a man with empty hands feel hands full of love. Like, damn, this a glove. Feel like the wintertime sun till our hands move backwards. Don't make a sound, it's so fragile. Walk that we treading too casual. No, I've had it good since I've had you. No, I'm scared as this is sad too, but this embrace feel natural. I wanna stay till pasture, even if it means I gotta face the music and hear the sound of being happy. Here we are. Every speck of weather is impeccable when you are near, and that's the truth, my dear. But words are the highest mount. Our love never quiets down. Been itching to turn up the dial, but I'm scared to hear the sound. I'm scared to hear the sound. I'm scared to hear. Here we are. Every speck of weather is impeccable when you are near. And that's the truth, my dear. But words are the highest mount. Our love never quiets down. Been itching to turn up the. Okej, tani sa po bëra një dush trupi për edhe gjithë rutinën e fytyrës dhe vetëm gjë që më ka ngelur pa vendosur është kremi hidratant. Atë dy ta keni parë tashmë që më përdor linjën nga Amarlis. Edhe kam 5 ditë që përdor nga diela deri sot që është e premte dhe realisht ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. E di që disa për ju shpresin që kur marrin produkte si bashkëpunim, si dhuratë nga persona që duan të na tregojnë pra produkte apo dhurata, nuk e di sepse përgjithmonë prisni që neve të gjejmë defekt te produktet edhe të themi vetëm fjalë negative. E dini tashmë që në Alketën e kam shoqja, edhe Alketa kishte dëshirë që të më tregonte produktet e saj në mënyrë që unë t'i provoja. Më tha provoj, në varësi të problematikave që unë kisha pra të fytyrës, Alketa vendosi të më dërgonte këtë linjë produktesh. Edhe do t'ju lë një video këtu, sepse nuk e din nëse kam foto apo jo, se si ka qenë fytyra ime një javë përpara se të më vinin produktet e Alketës. Besoj duhet ta keni parë edhe për video, që pas pushimeve më acaruara zakonisht shumë pjesa këtu, domethënë kisha akne të acaruara, ndoshta diçka më kishte bërë alergji, nuk e di, por momentin që Alketa më ka dërguar produktet, fytyra më ishte qetësuar goxha. Nuk ose kisha në atë gjendje, por gjithsesi nuk ishte në gjendjen më të mirë të mundshme. Tani mendoj se kam shumë herë më mirë dhe dua t'ju them që produktet e Amarlis janë vërtet shumë gentle në fytyrë, si hidratanti,
si skrabi, të cilin unë e pëlqej shumë, unë vdes për skrabin e fytyrës, mbarojnë duke sikur më heq të gjitha ato papastërtitë dhe më pastron fytyrën në thellësi. Gjithashtu dhe larsi i fytyrës ishte vërtet shumë i mirë, është shumë gentle dhe ai. Atëherë nuk u përdor asnjë produkt tjetër përveç produkteve të Alketës, edhe këtij larsit vajor të cilin e përdor për të hequr make-upin, duke qenë se më ka mbaruar uji micelar dhe do përdor këtë larsin vajor. Produktet e tjera të fytyrës, larsin, hidratantin, kremin e diellit edhe skrabin do t'i përdor vetëm të Alketës deri në momentin që do më mbarojnë. Atëherë që ta kuptoni, nuk është se të përdor në sasi shumë të madhe që të mbarojnë sa më shpejt, nuk është kjo qëllimi im për që të mbarojnë, por qëllimi im është që t'i përdor dhe të më bëjnë efekt. Atëherë, ora tani është 2:15 e natës. Mendoj se është koha që unë tani të shtrihem. Dhe ju falenderoj shumë që keni ndjekur këtë video. Ju falenderoj shumë edhe një nga zemra për 1000 subscribers. Ne bashkë shihemi tek video radhës me gjëra akoma më të bukura. Mos harroni të bëni subscribe, edhe pse kemi arritur 1000, do doja shumë të vazhdoni të shtoheshit akoma dhe të bëjmë video sa më të bukura. Kështu që ne bashkë shihemi tek video radhës. Deri atëherë, kujteseni për vete. Nathan.